jam në fushën e Maliqit me Julin, një prej fermerëve që ka sipërfaqe konsiderueshme të mbjella me kultura të ndryshme. Kam pësuar dëme nga përmbytjet. Juli, çfarë ke mbjellur? Kam mbjell 30 hektar patate dhe 30 hektar janë me grur. Të gjitha janë në ujë. Të gjitha do kalpen. Tash duhen pastruar. Çfarë kostosh ke pas? Diku në sa është dëmi? 250.000 euro. Duhet pastrojnë kanalet. Aty se janë të gjitha pa. Kush kanali? Te Kallamishtet? Te Kallamishtet kanali aty, kanali lart sepse te volli ka rënë mi po sikën pe kanaleve. Siç e shikoni, i gjithë dëmi është për shkak se është përmbytur nga mungesa e pastrimit të kanaleve. Fermerët tanë përballen me konkurrencën e pandershme nga Ballkani i hapur dhe përmbytja e tregu me patate, përballen me padrejtësinë që u bëhet nga mungesa e subvencioneve, por vjen puna përballen dhe me përmbytjen e ujrave të cilat ndodhin si pasojë e mos pastrimit të kanaleve. I bëj thirrje bashkisë dhe qeverisë të marrin masa, të vinë, të dokumentojnë dëmet dhe të dëmshpërblejnë fermerët. Ju lutem, shikojeni produktin se si është në tokë kalbur, gjithmonë vajti dëm.